Misteret e hënës së plot. Kush nga ju ka dëgjuar për misteret e hënës? Do t'i tregoj një fakt të çuditshëm që na ka ndodhur pikërisht sonte, sapo u kthyem, sepse ishim me disa shok sot, meqense ishte ditë feste, kishim dalë dhe me familje të tjera. Dhe njëra nga këto shoqe, ndoshta e keni dëgjuar edhe në videot e mëparshme, është, ne i themi, lunatika. Lunatika që është lëviz në bazë të lëvizjes hënës. Thuhet lunatika sepse ka mbetur që nga lartësia. Po është e vërtet, dhe do t'ju them se si. Atëherë, për ata që nuk e din, kur thuhet lunatika, sepse një njeri ka ndryshime të karakterit ose emocionet e tij, ndryshojnë emocionet. Mirë po, disa nuk e din që lunatika, pra që shkon në bazë të hënës, është e vërtet, sepse ka shumë njerëz që ndryshojnë pikërisht kur është hëna e plotë. Dhe ajo që ndodhi pikërisht sonte, që ju thash, unë e kisha harruar, dhe ndaj doja ta bëja. Kisha vendosur të flisja për diçka tjetër, por do flas për këtë. Si gjithmonë, kush është rastësisht nëse nuk e keni bërë, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Atëherë, kjo shoqja jon ka një mister, një çudi, si mund të quhet. Dhe është njeriu që unë kam njohur për herë të parë, vazhdon ende sot, por thosha për herë të parë se kam njohur edhe të tjerë pastaj, që janë lunatika, pra ndryshon karakteri i saj kur ka hënë të plot. Dhe unë e kisha, nuk na shkoi ndërmend askujt. Por një shoku ynë, tha, se ai ishte më e pa hënën e plot sepse des cigarej. Ai doli për jashtë dhe pa hënën e plot dhe ju kujtua kur u kthye, tha, ndaj, tha, është kështu. Ajo me pak fjalë ngacmoi një shokun ton. Jo atë ngacmimin që mendoni ju. E ngacmoi kështu me batuta pak, le të themi, jo normale, sepse jo të qeta. Shiko, do t'ju them. Do jem më kështu, si mund të quhet, më i thjesht në këto shpjegime, jo ta bëj kompleks. Ajo është njeri normal, është njeri i thjesht, flet normalisht, është njeri fantastik, sepse t'jep edhe shpirtin t'jep, por kur ka këto, kur është hëna e plot, është komplet një tjetër njeri. Sinqerisht po e them. Merreni me mend, ajo pa e kuptuar sa filloi ora 10-11 sonte. Me një fjalë, gjithë ky moment, sepse i shoqi tha që e kishte filluar, sepse hapëm bisedën pasaj, kishte filluar që mbrëm. Por sot është hëna komplet e plot. Në fakt, ajo filloi ta ngacmonte këtë shokun ton, jo ta ngacmonte, po ai duke folur kjo e pickonte me disa fjalë, po të shumë të forta. Ti nuk di as të lidhesh këpucët, ti o qorri, tha, ku di unë, disa gjëra kështu që nuk thuhen, e keni parasysh. Dhe shoku tjetër, ishim shumë familje, dhe ishim në restorant, dhe shoku tjetër që doli për jashtë për cigare, tha, mos i vini re, tha, sa u fut ai? Ai e la cigaren gjysmë, tha, që të them, tha, mos i vini re. Sepse është pikërisht koha kur ajo është ka këto ndryshime të mëdha kur është hëna e plot. Në fakt, sot hëna jo vetëm është e plot, por ka një ndryshim total, pra të fort, nuk është gjak si në disa momente, por është ka të ndryshimin e bardhë, pra ngjyrën e bardhë e atë reflektimin e fort, hëna. Dhe thuhet që në këto momente është akoma më fort, pra ajo, ose më i fort ngacmimi. Në fakt, ajo ishte edhe, përveç se me atë, por edhe me kamarierin. Erdhi kamarieri, pastaj tha, më dërgo, tha, shefin. Edhe shefit filloi që të fliste, sikur të fliste për qartë. Derisa burri saj e mori dhe nxori për jashtë. Hajde dalim, tha, të pim një cigare, tha, pastaj kthehemi prapë. Megjithatë, kur u kthyen, filluam që të flisnin. Dhe unë doja ta ngacmoja pikërisht aty, pra në momentet që ajo është që ka këto probleme. Mirë po, bashkëshortja ime, jo se u bë xheloze, po tha, mbeti pa keq, lere, tha. I thash, unë tani dua ta kuptoj. Nuk është se më intereson fare. Jemi shok, edhe as që nuk më intereson, por jemi shok. Megjithatë, po thosha, më intereson dhe që ta ngacmoja të kuptoja disa gjëra të rëndësishme. Pse? Sepse do t'i them. Shikoni, pikërisht gjatë momenteve të hënës së plot, ka rreth 13% të popullatës në botë që janë ndryshe. Pra, kanë një mënyrë komunikimi ndryshe me njerëzit, me të afërt, me këdo.
dhe ndryshon karakteri tyre. Tani prisni pak, nga këta 13% që janë shumë, 13%, nëse do flasim për një po themi nga mosha 15 është shumë, po nga mosha 20 vjeç deri në moshën 70 vjeç, për shembull, merrni në mend sa mund të jenë pra 13%. Nga këta 13%, duhet të heqësh një pjesë të vogël, një përqindje tjetër, që janë ata që kanë një ndryshim normal. Pra një ndryshim që e ndjejnë ndryshimin, për shembull, ka disa që kanë emocione, ka disa që flasin kur duan një njeri, flasin gjëja për qartë. Si mund t'ja u them unë? Me fjalë janë ndryshe, nuk janë të kthjellët, sepse flasin me eufori, dhe është euforia që merr vrull. Por ata nuk e kuptojnë, se është brenda tyre. Ndryshon karakteri. Ndërsa një pjesë tjetër akoma më e vogël ndryshojnë totalisht karakteri, dhe këta janë 2% përafërsisht. Duket pak, por janë shumë. 2% shkoni nëse bëni një llogari tër botën, janë vërtet shumë. Dhe në këta 2% bën pjesë edhe kjo shoqja jonë. Bën pjesë sepse është një nga këto njerëzit e çuditshëm. Dhe unë doja ta ngacmoja pikërisht sonte. Më ra rasti sonte, se nuk kishte rënë asnjë rasti që të ishim bashkë të gjithë në momentin kur ishte hëna e plot. Dhe doja, në fakt, hapa bisedën për linkantropi, për njerëzit uq, hapa bisedën për këto legjendat, për mbretin Pelazg, me një fjalë që flitet që nga kohrat e lashta, që ishte Likaon, etj. Dhe ajo, sikur në fillim, në momentin përpara se të nxitej situata, për të nxehej, më falni, sikur e ngacmova në plag, sinqerisht po e them, sikur e ngacmova në plag, sepse i thash, me një fjalë, në këto momente, thash unë me shumë qetësi, në këto momente, shikoni se linkantropët, ose më mirë këta njerëzit ujq, si që thash unë, zakonisht edhe kafshojnë, edhe bile thuhet që në netët me hënë të plot, janë jo vetëm euforik, por janë edhe të fortë, fizikisht. Dhe në këto momente, në fakt, është më mirë që mos të bësh marrëdhënie, etj. Ajo ja filloi, çfarë t'ju them unë, jo është krejt e kundërta. Edhe i shoqi aty, ndaj dhe i shoqi u ngrit pastaj dhe i tha hajde dalim. Më vonë, pastaj kur përpara se të merr një makinë, ata morën makinën e tyre, dhe teksa ishim në parking aty që të gjithë po flisim, u afroi ky shoqi i saj, na diri tha mos i vëre, tha sepse është në të vërteta që në këto momente, në momentet e hënës së plot, është komplet ndryshe. Dhe unë tha kërkoj që ta lë, tha, të lutem tha mos ashtu tha. Thashun e ngacmova qëllimisht, thashun sepse dua të kuptoj tash. Ti nuk je kurioz, tash unë jam kurioz, më fali tash që bëra. Jo, më tha nuk ka problem, por nuk lere tha, nuk është miri tash, dakord. Megjithatë, doja t'ju thoshe që në këta 2% që ju thash më përpara, janë një pjesë e këtyre që kanë edhe halucinacione. Nuk po them shaka këtu, bile është vënë re që pikërisht në netët me kur është hëna e plot, ka disa probleme. Me fjalë, njerëzit bëhen më agresiv. Në përgjithësi po flasë, jo vetëm këta që janë të ndikuar nga hëna, por edhe në përgjithësi. Bile thuhet që vajzat, me fjalë, gjinia femërore është strikte pikërisht në këto momente. Pra në momente të hënës së plot, ata që janë të prekur nga kjo patologji, si mund të quhet. Dhe gjinia femërore është racionale. Kur thua racionale, atëherë do thotë që në këto momente mos ta prekësh. Pra ky ishte një nga këto, me fjalë mos i thuaj asgjë sepse e nxit më shumë. E nxit dhe ka inat. Në fakt, nuk më tha as natën e mirë. Tani të shikojmë këto ditë, nëse pas pra jam i bindur që do vi do më thotë, më fal, do thotë se doja të tregoj edhe se nuk e kupton, nuk është se nuk do, por nuk e kupton sepse është momenti i tillë, pra të riqet nga euforia, sepse është brenda mendjes së saj. Megjithatë doja t'ju thosha që po ta shikoni në momentet e hënës së plot, pothuajse një pjesë e madhe e njerëzve kanë një karakter të dyfisht. Dhe
ndodhin, si janë statistika këto, ndodhin më shumë aksidente, do të dëgjoni nesër. Nesër do të thonë për shembull që një përqindje më e madhe, pra nga ditët e tjera, ndodhin disa aksidente dhe nuk kuptohet se përse. Dhe ky është një nga këto që ju thash sonte, për shembull i kësaj shoqes tonë, që zakonisht ajo është e qetë. Po ta shikonin për darkë apo ku shkojmë, është e qetë dhe ku flet shumë. Mirë po sot ishte agresive në një farë mënyrë. Shpresoj që mos ta përkthej këtë video, se na shikon këtu shpeshherë me këto videot, dhe shpresoj që mos të... Unë do vendos hënën si pikë referimi për të kuptuar thelbin e kësaj videoje, por shpresoj që mos të bëjmë fjalë, jo sepse kush e di se si, ajo e di shumë mirë që unë këto argumenta prek. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni për këtë hënën e plot? Dhe a ka ndonjëri nga ju që ka karakter të dyfisht pikërisht gjatë hënës së plot? Pres komentet tuaja. Hajde, natën e mirë.